Pamje të tensionuara kanë përfshirë të shtunën kryeqytetin serb Beogradin. Kjo pasi mijëra qytetarë mbushën rrugët e qytetit duke valvitur pankarta dhe duke veshur bluza me sloganin "Studentët fitojnë". Por protesta që nisi në mënyrë paqësore u përshkallëzuan në orët e mbrëmjes. Grupe demonstruesish hodhën gur dhe mjete piroteknike drejt forcave të rendit, teksa nuk mungoj as intervenimi këtyre të fundit. Kjo bëri që rrugët e Beogradit të kthehen në arim përplasjesh mes policëve dhe protestuesve. Këta të fundit po i vazhdojnë protestat e tyre antiqeveritare, duke akuzuar ekzekutivin për korrupsion dhe lidhje me krimin. Sonte po u dërgojmë një mesazh të gjithë njerëzve në Serbi, nga veriu në jug, nga lindja në perëndim, të vendit tonë të mrekullueshëm, ju e dini që studentët po fitojnë. Presidenti serb Aleksandar Vučić është përpjekur të frenojë demonstratat masive që po sfidojnë pushtetin e tij. Ai reagoi të shtunën përmes një video të publikuar në Instagram, ku akuzoi protestuesit për sjellje të dhunshme dhe tha se ata nuk mund t'i durojnë kundërshtarët politik. Megjithatë, Vučić theksoi se shteti po funksionon dhe se institucionet do të vazhdojnë të veprojnë në përputhje me ligjin. Ndërkohë, kompania shtetërore hekurëdhore e Serbisë anuloi të gjitha linjat e trenave drejt dhe nga Beogradi, në atë që u pasi përpjekje për të penguar mbërritjen e protestuesve nga qytetet e tjera. Tobimi së shtunës është protesta e fundit në një val demonstratash antiqeveritare që kanë vazhduar prej më shumë se një viti. Ato nisën pas tragjedisë në Novi Sad me 1 nëntor 2024, ku shembja të endës së një stacioni hekurëdhor la të vdekur 16 persona. Të dielën doli vetë në teren. Kështu presidenti i Ukrainës, Vladimir Zelenski, pa nga afër dëmet që la një raketë ruse të shtunën. Madje kjo e fundit, Zelenski tha se u përdor për herë të tretë nga fillimi i luftës. Bëhet fjalë për raketën hipersonetike, Oreshnik, në sulmet masive ndaj Kievit. Kjo bëri që të vriten të paktën 2 persona, ndërsa 83 persona të tjerë u plagosën në sulm. Muzeu Çernobilit, i cili u ndërtua me qara fjala për 44 vjetorin, vetëm një muaj më parë, dhe kështu ata sulmuan, e panë që ishte muze dhe sulmuan pikërisht muzeun, thjesht çmenduri. Ndërkohë, Ministria Ruse e Mbrojtjes konfirmoi se kishte përdorur Oreshnikun për të goditur atë që e përshkroi si objekt të komandës dhe kontrollit ushtarak Ukrainas, bazat ajrore dhe ndërmarrje të industrisë ushtarake. Ndërsa shtoi se sulmi ishte hakmarrje për goditjet ukrainase ndaj objekteve civile në territorin rus, pa dhënë me njëherë detaje. Por Zelenski deklaroi se Ukraina po godet vetëm infrastrukturat ushtarake ruse. Ne bëjmë sulmet vetëm në objektivat ushtarake, e dini, ushtarake ose prodhimit të droneve të Rusisë apo energjisë së saj. E të premtën presidenti rus, Vladimir Putin, dënoi një sulm me dron ndaj një konvikti kolegji në Ukrainën lindore të pushtuar nga Rusia, të cilën Moska i atriboi Kievit dhe urdhëroi ushtrinë ruse ta paraqesë propozimet për hakmarrje. В Киеве нанес террористический удар. Presidenti Amerikan Donald Trump ka njoftuar se një marrëveshje me Iranin është drejt finalizimit. Këtë bëri të ditur në platformën e tij Truth Social, ku tha se diskutimet janë zhvilluar edhe me partnerët rajonal në lindjen e mesme, ndërsa theksoi se pjesë e marrëveshjes pritet të jetë edhe hapja e ngushticës së Hormuzit. Progres në negociata konfirmoi edhe sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio, i cili shtoi se përveç ngushticës, prioriteti SBA-s mbetet edhe adresimi i ambicieve bërthamore të Iranit.
Pra kemi bërë disa përparime gjatë 48 orëve të fundit, duke punuar me partnerët tanë në rajonin e Gjirit mbi një skiçe në fund të fundit. Nëse ka sukses, mund të na lërë jo vetëm me ngushtica plotësisht të hapura, dua të them, ngushtica të hapura pa taksa, por edhe me adresimin e disa prej gjërave kryesore që mbështesin ato që kanë qenë ambicjet e Iranit për armë bërthamore në të kaluaren. Megjithatë, Trump ka deklaruar se u ka bërë thirrje negociatorëve amerikanë që të mos nxitojnë drejt një marrëveshje, pasi sipas tij koha është në anën e tyre. Në anën tjetër, homologi i tij iranian Mesud Pezeshkian tha se Irani është i gatshëm të jap garanci se nuk do të prodhojë armë bërthamore, por shtoi se vendi i tij nuk do të bëjë kompromis me dinjitetin kombëtar. Ne jemi të përgatitur që në negociata, siç deklaruam, gjatë kohës së imamit ton martir, të sigurojmë botën se nuk po kërkojmë armë bërthamore, nuk po kërkojmë paqëndrueshmëri në rajon. Burimi i paqëndrueshmërisë në rajon është Izraeli, i cili po ndjek atë që përshkruan si vizionin e një Izraeli të madh. Zhvillimet vijnë në një moment kur kryeministri pakistanez Shehbaz Sharif ka deklaruar se randi i ardhshëm i negociatave mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit pritet të ndodhë shumë shpejt. Shqipaja dhe Izraeli nisin ofenzive ndaj Iranit me 28 shkurt. Si kundërpërgjigje, Teherani mbylli ngushticën e Hormuzit, përmes së cilës kalon rreth 1/5 të furnizimit botëror me naftë. Një anë pushimu arrit me 8 prill dhe që nga jo kohë, palët kanë shkëmbyrë propozime dhe kundër propozime në përpjekje për të arritur një marrëveshje të plot paqeje. Para ditën e së dielës, të gjithë arritën me kohë. Janë këta antarët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Kjo parti përmbylli procesin e zgjedhjeve të brendshme, ndërsa mbledhjen e Kuventit të Përgjithshëm e thirrën të dielën. Por të gjithë u rreshtuan kur arriti ai i cili 26 vjet më parë i vuri themelet kësaj partie. Pas pak Ramush Haradinaj, bashkëpartijakëve do t'i drejtohet për herë të fundit, si kryetari i AAK-s. Me të ngjitur në skenë, ish komandanti u kthye aty ku nisi gjithçka. Që nga mosha e re, që fëmijë, e deri në 31 vjeç, shërbimin ndaj Allahut e kam bërë si shërbim për shirim. Ka pas nderin të jem ushtar dhe komandant i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. UÇK, faleminderit për jetë UÇK. Faleminderit për jetë UÇK. Faleminderit për jetë bashkëluftar. E në prag të zgjedhjeve të 7 qershorit, për votuesit Haradinaj pati një apel. Votoni 28 për energjitë tonën e jo të armiqve tonë. Votoni për energji që e prodhojmë Kosovë, 14 miliard që mëri kemi në vend, e jepi miliarda armiqve tonë me ble rrymë, mos lejoni me vazhdu kjo, mo ju lutem. E për herë të parë, timoni i partisë i u besua dikujt tjetër nga Haradinaj. Në kuventin e 10 të zgjedhjeve të AAK-s, besimin e delegatëve e mori Ardian Gjini. Kosova duhet me u çkap prej kthetrave të padukshme të ndikimit Serbisë të NATO. Mos harroni, Kosova është në kthetra padukshme të ndikimit prej dikujt që s'na do. Edhe fajkin na, Kosova do. Jo unë, jo Ramushi, jo Besniku, jo Blerina, një pjesë e jonë në fajnë. Se e kemë bërë pjesë vendimeve tona, se çfarë do vendimi që e marrin atë do të pak me këthy krypë që o kanë dola me. Kosova do të më qkopë, total. Tutje kryetari i ri foli edhe për doktrinën që duhet të ketë Kosova. Në guxojmë këtë botës me i thonë, na nuk mujmë më zhvillu se kemi probleme me ato, na nuk mujmë më ndërtu demokracisë se kemi probleme me ato. Pra po këthejnë ata i populli me i përgojnë në botë. Edhe kur tënë kanë thonë, dojmë me në shko, ka thonë e një përgojnë në botë në shko, i punë e rejnë e vete, dhe s'ka mu i kërkosh në shko. Kjo do të qenë doktrinare për Kosovën. Nëse dikush përgojnë në shko, na do të vanë përgojnë. Po na kemi një bo, një shtetë fort, një ekonomi fort, kemi një rrë aleancat e përjetshme, edhe veç kanë në këqyrë. Ndryshe kryetari i ri i AAK-s, Ardian Gjini, mban edhe pozitën e kryetarit të Gjakovës.
Pra në njërën anë është rruga e atyre Teksa zgjedhjet po afrohen, diskursi politik sa shkon e ashpërsohet. sepse nuk ngopen kur. Aktorët politik nuk kursejen në sulme ndaj kundërshtarëve duke përdorur gjuhë goxha të rëndë. Por nëse vlerësohet si teknik që mbledh vota, mbrapa lë edhe pasoja të mëdha. Qaj polarizim, qaj ndarje shoqërore mbetet në shoqëni edhe pas fushatës dhe pastaj shkakton mungesë të konsensusit për tema të ndryshme shoqërore. Po zonë nëse nuk kemi pas asnjëherë më shumë polarizim mes njerëzve që jetojnë në Kosovë dhe njerëzve që jetojnë në Mërgat, dhe kjo kryesisht për shkak të fushatave të shpeshta zgjedhore dhe preferencave të ndryshme politike që kanë përplas njerëzit në media sociale. E krejt kjo, profesor Alban Zeneli thot se bëhet për t'i ikur ofertave e programit. Kur përdorin këtë gjuhë, ata shmangin ose heqin mundësisë publikut që të ofrojnë program real, që të ofrojnë program i cili do t'i përmirësonte jetën e tyre në sfera të ndryshme shoqërore. Por kjo formë e komunikimit s'është krejt e rastishme. Sipas politologut Adrian Zeqiri, po del të jetë goxha produktive. Në një diskurs i cili ju përshtatet ma shumë viralizimit dhe kapjes së algoritmave në për rrjetet sociale. Mandej kja po ka ndikim tek populata dhe populata po ka dëshirë që të furnizohet me këto lloj klikime, këto lloj clickbaits prej rrjeteve sociale. Edhe në të kaluarën për çdo palë zgjedhje, partitë politike janë akuzuar për gjuhë të ashpërsuar. –47 vjeç vlerësohet të jetë mosha mesatare e pjesëtarëve të policisë së Kosovës. Andaj kamotshëm është kërkuar një ligj për pensionim të parakohshëm para moshës 65 vjeçare. Megjithatë, gjatë javës ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Sfeshla njoftoi se kanë nënshkruar për themelimin e grupit punues për këtë projekt ligj. Sipas tij, është synim që zyrtarët policor të kalojnë në pension gradualisht, duke filluar nga mosha 62 vjeçare. Kjo po mirëpritet edhe nga Sindikata e Policisë së Kosovës që shprehen optimist se një i tillë do të jetësohet shpejt. Megjithatë, kryetari Avdi Hoti tregon edhe disa kërkesa që i kanë sa i përket kësaj çështje. Kërkesa jonë është që ky ligj të jetë i ngjashëm me ligjin e FSK-s. Konkretisht, sa i përket lartësisë së pensionit të fillojë me 60% të pagës bruto dhe për çdo vit përvojë pune të rritet për 2%, por të mos kalojë 80% të pagës bruto. Të merret parasysh paga më e lartë që zyrtari policor ka pasur gjatë shërbimit në Policinë e Kosovës. Një vit para daljes në pension, zyrtarit policor të ngriten 2 grada më lart si vlerësim për punën dhe kontributin e dhënë në Policinë e Kosovës. Edhe pas moshës 65 vjeçare, pensioni të mbetet i njëjtë dhe të mos ndryshoj për asnjëherë gjatë jetës së zyrtarit policor. Edhe isheprori i policisë Refki Morina vlerëson se është momenti i fundit për krijimin e këtij projekt ligji. Unë shpesh ndëgjoj nga ekspertë ndryshëm të thonë se nuk është i domosdoshëm, unë mendoj se është masë i domosdoshëm kjo, pasi që unë vetë kom punu në Policinë e Kosovës dhe në Policinë e Kosovës në anavitën gjënata të reja, njerëz të ri dhe të cilat mund të ballafaqohen me problematika të ndryshme të vjedhje, kryesve të ndryshme të vepra penale, grabitjeve edhe formave tjera të tilla, të cilat gjënata të reja besoj se mund të kryejnë këto punë më ngull. Ai kërkon që një nismë e tillë të mos mbetet vetëm në suaza të premtimeve elektorale. Premtimet e tilla nuk jepen veç shkeleshko, por premtimet e tilla kur jepen duhet të kryhen. Edhe unë nuk mendoj se një premtim i tillë, një angazhim i tillë i ministrit do të ketë si bazë ato për shkak zgjedhjeve tjera, por do të jetë i mirëfillt, objektiv edhe me qëllime të mira, në mënyrë që ta kemi një ligj imediat që është i rëndësishëm për Policinë e Kosovës. TVNI ka pyetur edhe Policinë e Kosovës lidhur me moshën mesatare të punonjësve të saj e me sëmundje shëndetësore, por që nuk ka pranuar përgjigje. Ndryshe në vitin 2021 ishte premtuar nga lëvizja vetëvendosit që të bëjë ky projekt ligj bashkë me atë të sigurimeve shëndetësore për policët. Një propozim i tillë ishte sjellë në kuvend nga deputeti opozitar Rashid Çalaj që ishte drejtor policie, por që nuk ishte votuar nga opozita.